Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Parlamenti i Maqedonisë së Veriut miratoi me 59 vota pro dhe 9 kundër projektligjin për lojrat e fatit dhe lojrat argëtuese, i cili parashikon rregulla të rrepta për funksionimin e organizatorëve të lojrave të fatit dhe masa të përforcuara për mbrojtjen e qytetarëve. Amendamentet e propozuara përcaktojnë që kazinot dhe objektet e lojrave të fatit nuk do të mund të vendosen në një distancë më të vogël se 500 metra nga shkollat fillore dhe të mesme, ndalojnë reklamat në vitrinat e objekteve, si dhe ndalojnë reklamat që paraqesin lojrat e fatit si një mënyrë për të arritur sukses personal ose përfitim financiar. Risi është detyrimi që çdo pajisje lojrash fatit të jetë i pajisur me një sistem gjeolokacioni. Ministri i Ekonomisë dhe i Punës në Maqedoninë e Veriut, Besar Dyrmishi, u bëri thirrje të gjitha kompanive që i plotsojnë kushtet e ligjit për mbështetje financiare të investimeve të aplikojnë brenda fatit dhe të shfrytëzojnë mbështetjen që ofron shteti. Ky ligj u jep mundësi kompanive për mbështetje financiare në investime me kapacitete të reja prodhuese, pajisje dhe teknologji moderne, në hapjen e vendeve të reja punës, si dhe në projekte në fushën e hulumtimit dhe zhvillimit. Këto masa synojnë të forcojnë konkurrueshmërinë e kompanive dhe të krijojnë një ekonomi më të fortë dhe më dinamike. Ministri i Energjisë, Minerave dhe Burimeve Minerale në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në forumin e biznesit Maqedonia e Veriut Turqi, bën thirrje për tërheqjen e investimeve dhe hapjes së butësive të reja për partneritete ndërmjet kompanive dhe institucioneve të dyja shteteve. Në takim pritet të shqyrtohen mundësitë për avancimin e bashkëpunimit ekonomik ndërmjet dy vendeve, rritjen e investimeve turke, si dhe potencialit për bashkëpunim në fushën e energjisë, minerave dhe zhvillimit të industrisë strategjike. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut sqaroi se nuk ka kërkesa të reja nga Bullgaria, por bëhet fjalë për kërkesa nga viti 2022, të cilat i nënshkroi qeveria e kaluar. Histria Mickovski shpjegoi se ndryshimet kushtetuese janë vetëm fillimi i asaj që do të pasojë me kërkesat bullgare. Nuk bëhet fjalë vetëm për ndryshimin e kushtetutës dhe përfshirjen e një pjese të komunitetit bullgar në preambulën e saj. Jo, pason plani i veprimit dhe aty ka ndoshta rreth 15 kërkesa të reja që ne si shtet duhet të përmbushim, deklaron Histria Mickovski. Fillon regjistrimi në shkollat e mesme publike për vitin shkollor 2026-2027 në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Arsimit dhe Shkencës sqaroi se ashtu si vitet e kaluara, regjistrimi është elektronik dhe kryhet përmes portalit qeveritar. Regjistrimi i parë i nxënësve në periudhën e regjistrimit të qershorit do të jetë nga 12 deri në 15 qershor, ndërsa dorëzimi i dokumentacionit të nevojshëm në shkolla është nga 16 dhe 17 qershor. Lista përfundimtare e renditjes me rezultatet e regjistrimit dhe vende të lira mund të publikohen nga shkollat më 18 qershor. Regjistrimi i dytë është më 23 qershor dhe i treti më 20 gusht. Rajoni. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është i bindur se do t'i prijë bisedimeve për krimin e institucioneve pasi vetëvendosja është konfirmuar si forcë e parë politike në vend. Pas interesimit të gazetarëve, Albin Kurti tha se vetëvendosja është fituese e padiskutueshme bashkë me partnerët tanë të koalicionit parazgjedhor. Është evidente përsëri që lëvizja vetëvendosje është fituese padiskutueshme bashkë me partnerët tanë të koalicionit parazgjedhor, me Partin Guxo, Partin Alternativa dhe PSHDK-n, dhe ne do të jemi bartës të themelimit të institucioneve të legjislaturës 11. Duke folur për zgjedhjen e presidentit ose presidentes së re, Kurti ka theksuar se ky proces kërkon bashkëpunim me partitë opozitare për shkak të kërkesave kushtetuese për sigurimin e votave të nevojshme. Ju e dini që këtë duhet bërë në bashkëpunim me opozitën, për shkak të asaj kërkesës një akt gjykimi të gjykatës kushtetuese para më shumë se një dekade që kërkohen 80 deputet t'i kenë votat e tyre të fshehta në kuti. Pra, jemi të gatshëm, jemi të vullnetshëm, jemi të interesuar për komunikim e për bashkëpunim, por kjo nuk është asgjë e re nga ana jonë. Vijon procesi i verifikimit dhe numërimit të votave në qendrat komunale të numërimit dhe në qendra e numërimit dhe rezultateve për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës të mbajtura më 7 qershor. Deri në orën 9, procesi i verifikimit dhe numërimit rezultoi se janë procesuar gjithsej 2349 nga 2498 vendvotime ose 94.04% e tyre. Aktualisht procesi nuk është përmbyllur ende në Gjilan, Prizren dhe Prishtinë. Nga komunat që kanë përfunduar procesin përfshihen Juniku, Shtërpca, Hanjelezit, Parteshi, Mamush, Zubin Potok, Zveçan, Klokoti, Novobërda, Obiliq, Shtinje, Raniluk, Mitrovica e Veriut, si dhe një numër i madh komunash të tjera që kanë përmbyllur numërimin në ditët e fundit. Ushtruesi i detyrës së presidentes Kosovës Albolena Axhu me rastin e 27 vjetorit të çlirimit të Kosovës zhvilloi omazhe pranë shtatores së komandantit Zahir Pajaziti duke kujtuar rolin e tij si dhe të Ibrahim Rugovës dhe Adem Demaçit. Ministri Axhu deklaroi se këta janë emra që tregojnë se liria nuk ka ardhur nga një rrugë e vetme.
Ajo theksoi se trashëgimia e heronjve dhe dëshmorëve duhet të shërbesi udhërrëfyes për institucionet në ndërtimin e shtetit. Diria që ne e gëzojmë sot është amaneti i tyre që Kosovën tonë, edhe si institucione, edhe si shoqëri, ta duam, por edhe ta nderojmë për herë me veprimet që e fuqizojnë çdo ditë atë. 27 vjetori i çlirimit të Kosovës është kujtuar dhe nga kryeministri i Shqipërisë. Përmes rrjeteve sociale, Edi Rama shkruan se 12 qershori për Kosovën nuk është vetëm një datë në kalendar, por një kthes historike që ndryshoi fatin e saj. Sot qytetarët e Kosovës shënojnë 27 vjetorin e ditës së çlirimit, momentin kur vendi doli nga një periudhë gjatë dhune, frike dhe shkatrimi për të hyrë në një epokë të re lirie dhe ndërtimi shtetëror, apelon kryeministri i Shqipërisë. NATO paralajmëron se do të kufizojë praninë e saj në Kosovë. Komandanti i NATO-s për Europën, generali amerikan Alexis Grunkish, njoftoi për një optimizim të pranisë së NATO-s në Kosovë si rezultati i përmirësimit të vazhdueshëm të situatës së sigurisë në kohët e fundit dhe marrjes sa më shumë përgjegjësive nga institucionet vendore të sigurisë. NATO dhe KFOR janë tërësisht të përkushtuara për sigurinë në Kosovë. Pikërisht, fat këtij përkushtimi është përmirësuar situata e sigurisë pasi organizatat e sigurisë në Kosovë kanë rritur kapacitetet e tyre. Kushtet ekzistuese krijojnë mundësi për optimizimin e masisë dhe pranisë së KFOR-it mëtej, tha komandanti i NATO-s. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Rritja e vëmendjes për zgjerimin e prodhimit vendas, si kujdesi për burimet njerëzore janë dy sfida të afatgjata për ekonominë e Shqipërisë. Vlerësimi vjen nga raporti vjetor i Bankës së Shqipërisë paraqitur në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë nga guvernatori Gent Sejko. Guvernatori theksoi se vëllimi i aktivitetit ekonomik në vend u rrit me 3.8%, punësimi dhe pagat në sektorin privat jo bujësor shënuan rritje, respektivisht me 5.7 dhe 8.5%, ndërsa vlerësoi se inflacioni i çmimeve të konsumit shënoi një nivel mesatar prej 2.2%. Vëllimi i eksporteve shqiptare arriti nivelin e 10 miliardë eurove gjatë vitit 2025, duke regjistruar një rritje për rreth 10.5% krahasuar me vitin paraardhës, ndërsa raporti i tyre ndaj prodhimit të brendshëm brut shënoi nivelin më të lartë të periudhës post-tranzicion. Qëndrueshmëria e çmimeve në përputhje me objektivin është treguesi më esencial i stabilitetit të përgjithshëm ekonomik të vendit. Ky stabilitet ka shënuar përmirësim më tejshëm në thuajse të gjithë dimensionet e tjera të tij gjatë vitit 2025. Lejoni të jem më konkret. Së pari, pozicioni i jashtëm i vendit është forcuar më tej. Vëllimi i eksporteve shqiptare arriti nivelin e 10 miliardë eurove gjatë vitit 2025, duke regjistruar një rritje prej 10.5% krahasuar me vitin paraardhës, ndërsa raporti i tyre ndaj prodhimit brendshëm bruto shënoi nivelin më të lartë periudhës post-tranzicion. Paralelisht me të, deficiti i llogarisë korrente zbriti në 0.7% të prodhimit të brendshëm bruto, borxhi huaj zbriti në 38%, ndërsa rezervat valutore të vendit shënuan 7.3 miliardë euro. Deficiti buxhetor regjistroi vlerën 1.8% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa borxhi publik zbriti në 52.9%. Deficiti buxhetor regjistroi vlerën e 1.8% të PBB-s, ndërsa borxhi publik zbriti në nivelin e 52.9% të PBB-s. Rënja e ndjeshme e borxhit publik gjatë viteve të fundit ka pasqyruar procesin e konsolidimit fiskal të materializuar në vlera pozitive të balancës primare, rritjen ekonomike si dhe forcimin e kursit të këmbimit. Vion protesta mbarqytetare në rrugët e Tiranës. Edhe këtë të njëjtë qytetarët u të buan para kryeministrisë për Zvërnecin. Para se të nisin fjalimet, ata kanë kënduar në kor himnin e flamurit kombëtar. Në protestën e 12 kundër ndërtimit të resortit në Zvërnec u vendosën 5 karige bosh me mbishkrime si ikur në Greqi, ikur në SBA, ikur në Kanada dhe destinacione të tjera. Edhe këtë herë në protest nuk u shënuan incidente. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Ferit Hoxha nuk ishte si problematike për procesin e integrimit shqetësimet e ngritura nga zëdhënësi i Komisionit Evropian 2 ditë më parë lidhur me realizimin e projektit për një resort turistik në Zvërnec. Zëdhënësi i Komisionit Evropian foli për pasojat të mundshme potenciale që do të thotë ndoshta nuk aprova ende dhe tha që do të vazhdojmë bashkëpunimin me autoritetet shqiptare si ta na kujtojë detyrimet të cilat i dim. Le të mos dalim, mos të nxitojmë të dalim në përfundime. Nuk besoj se më duhet ta përsëris që ka një ide për të zhvilluar një projekt atje sepse është tejet e rëndësishëm për turizmin ton, një nga industritë më të rëndësishme të këtij vendi, por do të bëhet në përputhje me rregullat, në përputhje me ligje, do të bëhet në përputhje me kriteret. Kjo është baza, tha Ministri i Jashtëm i Shqipërisë. Në konferencën për shtyp me një grup gazetarësh të akredituar në Bruksel, Hoxha tha se protestat janë normale kudo në Europë.
nuk shoh lidhjen ndërmjet protestave dhe procesit të antarësimit në BE. Protestat nuk kanë lindur në Shqipëri, nuk ndodhen vetëm në Shqipëri, ka protesta edhe në Belgjik, edhe në Francë, edhe në shtete të tjera anëtare, janë pjesë e përditshmërisë së jetës, kështu që besoj që është një gjë me të cilën thjesht do duhet të jemi të mësuar. Dhe është e vërtet që në vendin tonë vetëm një herë ka ndodhur kur ne nuk mund të protestonim, të demonstronim, dhe atëherë ka qenë gjatë komunizmit. Bota. Zyra e kryeministrisë italiane Giorgia Meloni u përballë të njëjtën me ndërprerjet e aktivitetit pasi qindra punonjës hynë në grev kundër rregullave të reja që kufizojnë punën nga shtëpia. Në qendër të debatit është një urdhër i ri që vendos një tavan prej 50 ditësh në vit për punën në distancë, rreth gjysma asaj që lejohet deri më sot. Vendimi shkaktoi reagime të forta nga stafi i kryeministrisë dhe sindikatat, të cilat e konsiderojnë masën. Një hap pas, Italia nisi të eksperimentojë me punën fleksibël në administratë dhe sektorin privat që në vitin 2017, kur qeveria e Qendrës së Majt legalizoi këto forma pune për të ndihmuar prindrit dhe personat me detyrime familjare. Sot shumë ministri dhe institucione shtetërore italiane vazhdojnë të lejojnë punonjësve 8 deri në 12 ditë pune në muaj nga shtëpia. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, deklaroi se konflikti me Iranin ka marrë fund dhe se mes dy palëve është arritur një marrëveshje historike. Sipas Trump, Teherani zyrtarisht angazhohet të mos zotrojë kurrë armë bërthamore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se marrëveshja përfaqëson një moment historik në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe jep fund një periudhe tensionesh që për muaj të tërë ka ngritur shqetësime për një konflikt më të gjerë në linjën e mesme. Ata janë dakord që të mos ketë më kurrë armë bërthamore, gjë për të cilën ne kemi këmbgulur. Sot mbyllim çështjet me Iranin. Njerëzit do të fillojnë të kthehen në shtëpi shumë shpejt, deklaroi Donald Trump para mbështetësve të tij. Ai theksoi se dokumentet e marrëveshjes janë pothuajse të finalizuara dhe se procesi po hyj në fazën përfundimtare. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.